Llogari se cili prej vetës vet ka pak për 2-3 familje me jetojim. Me ndihmu dhe me i majt ato. A dini si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të kemi një shok në xhenet. Cili është ja Rasulullah? I thanë sahabët, unë thot, zbashku me kujdestarin e jetimit, do të jemi bashkë në xhenet thot si që këta dy gishta. Unë dhe me ato që ndihmon jetimin, do të jemi bashkë si këta dy gishta. Amanet e kemi ne. Amanet. Pra, ato të jenë mes tonë, në lagjet tonë, në fshat tonë, dhe ne të festojmë, e të rejmë qetë, e mos të kemi asi problem, ja. Mendo ato bashkë me fëmijët e tuaj, bëj pjesë dhe atyre, sepse do të kesh vend, apo do të kesh shoqni, me atë lloj shoqënie që gjitha ditë do ta kene lakmi. Por nëse s'ke punu për atë ditë, nëse s'e ke arrit kësaj, pak vështirë. Ti je shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë e ke kaluar në siratin. Të janë llogaritët e veprat, të janë peshu veprat. Të kanë dalë gjithë në krahun e djathtë. Edhe ti shko me dërgumin e Zotit bashkë me hyrë në xhenet atje. Edhe thamë që për ne pra i këto janë amanete. Si që kemi amanet ato sendet e tjera, edhe këte e ke amanet. Edhe jetimin. Vëllai, ne kemi parë shumë njerëz që kanë garuar në këtë çështje. Edhe janë shumë përpara nesh. Shumë përpara nesh. Mund të jenë mbi 10 fëmijë jetim që financohen nga njerëz, nga bamirës, nga më të ndryshmit në gjithë Shqipërinë, mbi 10.000 janë që ushqehen, veshmbathen, ushqojnë në për shkolla, e shumë sende tjera. Nëse të vjen pyetje që me jalon, me javra babën jetimit, Allahu na ruaj. Nëse të vjen pyetje, këtë punë mendoje pak mirë, bashkë me mu. Mendoje pak mirë, sepse është shumë punë e vështirë. Na e dim që njerëzit kanë organizu lufta. Heret, të parat, dytat, tretat, që vazhdojnë edhe sot, duke i vrarë zakonisht burrat dhe duke i lënë gratë me fëmijët, sidomos kohët e fundit. Këto qafiret që kanë organizu lufta, sidomos më shumë në vendet arabe. I kanë trajtu domethënë si mall pa Zot. Vrit burrat, tallo me gratë, le fëmijët rrugëve. Në gjithë botën arabe. E mos lojnë pa përmend këtë fundit në Palestinë. Rrugëve pa bukë, sepse ato që sigurojnë ushqimin i kanë vrarë. Vallahi nuk ka barë ma tronë se kanë hullë mbi shtëpi. Vetëm nëse shpëtojnë në këfutën banes të varrit, se llogaria përpara Zotit xhele xhelalu do të jetë shumë e ashpër. Allahu xhele xhelalu na porosit ne, e thotë keni kujdes se kur të vjen moshë madhore me pasurinë atyre, me ndaj shtëpi, me ndaj copë tokë, me ndaj çat kanë lënë, domethënë i jati atyre, kujdes, mos abuzo me të, sepse thotë ai i cili e prek atë nuk ka bën gjë tjetër vetëm se ka hënë zjarr. Ka hënë zjarr. Jo t'i vrasësh babën pas një lloj drejte. Pas një lloj drejte. Pse unë du me marr pasuritë tuaja, du me të nxjerr nga shtëpia jote? Jo për Zotin. Do të dalesh përpara Allahut xhel xhelaluhu. Allahu i ka vënë shumë afër me adhurimin. Pra, adhurimi i Zotit, kujdesi ndaj prindërve, farefisi afër, ul yatama, edhe ato jetimet. Pra, kur t'i vrasësh babën, merri masat mirë me veten tënde. Boj llogarit mirë. Allahu xhele xhelaluhu thot, vrasja e një besimtari pa drejtësisht, pa asnjë lloj haku, do të konsiderohet apo do ta paguaj sikur ka vrarë gjithë botën. Po gjithë botës një shpull, një ofendim son ja paguash përpara Zotit. Një ofendim ja ke bëj personi, vallahi përpara Zotit nuk paguhet. Jo me pas vrarë krejt.
Jo me qenë rreth ato fëmijët jetojnë për shkakun tënd padrejtisht. Apo Zot na ruaj, siç kemi ndjekur shpesh herë, që i vrasin për pasuri. Pra, i ka vrarë tjatin, vrasin në këtë jetojnë. Vetëm e vetëm që të marrin pasurinë. Po ku ke për ta çohu pasurinë? Është llogaritë stomaku i robit 365 ditë. Sa han? Si varfër, si pasuri, një ngopje kanë. Mund ndryshojë çmimi i lekut, po s'ke për të hëngur asnjë sen. Ato do të ngelet. Për të lashë e ka këtu në dunjë, për të lashë do ta ketë edhe në ahiret. Pra, mund të garoni me njëri tjetrin, me gjërmu këto familje që i përmenda, ku i kanë ato jetojnë. Pasha Allahun, unë nuk e di se ku do ta kesh vendin xhenet, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka për të qenë shok me mua. Shok me mua në xhenetet e larta. Të shë nëse a ka njëri që se do shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në këtë botë nuk e patën fatin që ta arrijmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe normalisht që nuk do arrijshim. Por atë e me sa me shumë pak, shumë lehtë, vallahi shumë lehtë. Pse asnjënit prej nesh nuk i mungon, ati që është në punë rregullisht ka mundësi 1 ose 2 familje me i majtë nga këto. Pra që dalesh për para Zotin gjithë jetën agjerushur, gjithë jetën që ke falë namaz natë, edhe dalesh i barabart me një shehid, i cili ka luftu në rrugë Zotit dhe ka dhonë shpirtin atje. Kujdes, ai i cili është marrë me jetim, ka garune me tjertë atje, duke ju ba mirë atyre. Inshallah, Zotin e zgjeron zemrën. Nuk në nda prej kësaj mirësie dhe begatijet madhe. Ela ina sën el kelam, ve eblegan lidham kelam Allah il melik il aziz il alam. Kama kal Allah tabaraka ve ta'ala fil kelam, ve idha kurja il Kur'ana fastami'u leh, ve ansitu lehallikum turhamun.